Në nëntorin e vitit 2020 u arrestuan. E kur po bëhen 4 vjetë e gjysmë në Hag, kryer të UÇK-s po mbahen në qendrën e parabllëkimit, e cila ndodhet në Scheveningen të Hagës. Pak minuta larg objektit ku mbahet seanca gjyqësore speciale, ndodhet edhe objekti i parabllëkimit. Brenda hapësirës së parabllëkimit, lëvizjet nuk janë të shpeshta. Vizitorët tash ka shumë pak, e ata që lëvizjen më së shumti janë gardianët. Aty, sidomos 2 vitet e fundit, kryerët e UÇK-s kanë pasur masat e kushte strikte për vizita, telefonata dhe lidhje me video. Krejt kjo erdhi pas dyshimeve për tentativa për pengim të drejtësisë, të cilat kulmuan me një akt akuzë tjetër ndaj Hashim Thaqit. Nacionale për disa ditë do të jetë në Hag. Nga atje raportohet se ish krerët e UÇK-s kanë hapësirë për vizita vetëm për 5 të tilla në muaj. Ato monitorohen gjatë gjithë kohës me policë përkthyes. Vizitat nuk mund të zgjasin më shumë se 40 minuta dhe nuk realizohen pa një miratim paraprak, që zgjat goxha shumë. Përveç vizitave, kufizimet tash pranë në qendrën e parabllëkimit ka pasur edhe për videolidhjet. Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi i lejohen vetëm 5 videolidhje në muaj, secila nga 40 minuta, me një procedurë miratimi gjithashtu të komplikuar. E për telefona, krerët e UÇK-s duhet të tregojnë një muaj përpara me kënd duan të flasin. Atyre ju lejohet një thirrje në ditët e gjykimit për 15 minuta dhe 2 thirrje në ditët që nuk kanë gjykim gjithashtu 15 minuta.